Loja u konë mjaft e mirë, djemt kanë kallëzu lojë mjaft bukur, mirë po realizimi i golit nuk erdhi. Edhe kundërshtar Turkia e kena ditë se çfarë lojtar kanë, lojtar me përvojë shumë, lojtar me eksperiencë gjithashtu të klasit botëror si Kenan Yıldız dhe Arda Güler, po loja u konë e mirë për Kosovën. Pritshmëritë e mia për lojtarët e Kosovës janë konë krejt mira, pavarësisht pse rezultati nuk erdhi ashtu siç dëshironim ne. Mirë po prisja më shumë nga Rashica, i cili nuk duroi edhe aq lojë të mirë sa e prishmi ne. Mirë, ajo që tregoja në lojë, ma merr mendja që Ramani prej minutës 70 nëse ish inkuadru, atëherë goli kish mujt me ardh prej atij. Mesazhi është i qartë. Kemi bërë një arritje historike në finalen e kualifikimeve, edhe pse nuk u kualifikum, prap është arritje e madhe historike për neve si shtet majspari, pasi që e dim që edhe 10 vjet i kena që luajmë në UEFA, që jena planu si UEFA. 18 vjet shtet është arritje e madhe për neve. Në të ardhmen besoj që kena më kualifiku hiç më larg se botërorin tjetër. Mesazhi edhe një herë po them është i qartë. Mos u dorëzoni sepse arritjet janë duke ardhur. Faleminderit. Sonte kemi përkrah Kosovën, kombëtarën tonë, emocionet i kanë të mëdha, po normal pritshmëritë nuk e kanë krejt favorin tonë, të ditë edhe Turqinë si favoritë e kombëtarët me cilësi më të mëdha se na. Nuk është që kanë luajtur më mirë se na, po me pak fat kishte mujt me shku në vazhdim ose me fitu krejt, po kështu e ka futbolli. Loja kryesisht ishte mirë, u vrejtë pak presionin mbi lojtarët, edhe ajo pjekuria si nënën e turqve, por lujten me zemër, lujten deri në fund lojtarët tonë, kështu që apet duhet mirë duar turkrit që kanë arrit deri këto. Faleminderit. Ndeshja plot emocion, krenari për tonë neve, fatkeqësisht nuk patëm rezultat pozitiv, po me rëndësi që u konë një prej arritjeve më të mëdha për shtetin tonë. Shpresojmë që herën tjetër mu kualifiku, jena konë shumë ofër, shpresojmë mu kualifiku. Si ju do loja e lojtarëve të Kosovës? Loja shumë e mirë, normal, ka pos mundësi me konë edhe ma mirë disa pjesë, nuk jena ekspert, do të me i besu kombëtarës tonë, do të me i besu trajnerit edhe lojtarëve. Shpresojmë që hera tjera mu kualifiku. A kishit pritshmëri? Po besum që Zhegrova me bo ndryshimin, po nuk po qa me bo. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve.